Gjykata e posaçme ka hedhur poshtë kërkesën e Fran Marashit për të larguar nga regjimi i ashpër 41 bis, i cili është një masë e rëndë izoluese që është përdorur ndaj tij që nga 13 dhjetori i vitit 2024. Kjo kërkesë u shqyrtua nga gjyqtari Erion Bani gjatë një seance që u zhvillua në orën 10 të së mërkurës. Marashi i dënuar me burgim të përjetshëm për përfshirje në masakrën e urës vajgurore në vitin 97 ka kërkuar gjykatës të lirohet nga ky regjim i ashpër, pasi ai është izoluar që nga arrestimi dhe ekstradimi i tij në Shqipëri. Ngjarja e vitit 1997, e cila përfshiu një sulm ndaj forcave të policisë, përfundoi me 40 vdekur dhe 6 plagosur dhe shkaktoi troditje të madhe. Marashi së bashku me disa të tjerë është dënuar për këtë krim, ndërsa ka pretenduar se nuk është trajtuar në mënyrë të drejtë gjatë gjykimit të tij dhe se nuk ka qenë në dieni për zhvillimin e procedurave ndaj tij derisa u ekstradua nga Italia në vitin 2007. Përveç dënimit të tij, Marashi kishte tentuar të arratisej nga burgu i Burrelit në vitin 2009, duke tentuar të tërheqë vëmendjen për të rihapur procesin e tij gjyqësor. Edhe pse Marashi ka shprehur mohimin e akuzave dhe dënoi trajtimin e tij, gjykata ka vendosur që të mbetet në këtë regjim të ashpër.